Mirëmëngjes, Kati. Mirëmëngjes, Ditë mbartur. Faleminderit gjithashtu edhe për të zemër. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju uroj si gjithmonë një ditë bukur dhe ju ftoj tek ende ynë negativit për të parë recetat që do përcjellim për juve sot. Ditë me shi sot dhe unë kam menduar, siç e shikoni edhe në tryezën time, kam mishk, domethënë kam pjesë mishi, më shumë kot faktikisht, për të përgatitur një supë që do ta bëjmë me qiqra, me patate, me qepë, speca shumë ngjyrshe, me karot dhe selino. Pra si që shikoni, një supë shumë e shishme dhe shëndetshme. Vaj nuk do të përdor fare, pra gjitha këto janë ato përbërësi që do të përdorim për gatitur supën. Në fund fare, lëng limoni. E dim që supa shijon shumë me një vitamin C të lëngut të limonit. Pra këto janë përbërësit e recetës së parë, që shumë e thjesht për përgatitur, do ta shikojmë domethënë mënyrën se si do ta përgatisim. Dhe për recetë të dytë, unë kam përzgjedhur një byrek që është krejt ndryshe nga ato byreket që kemi bërë deri tani këtu në studio. Të paktën mënyra se si e kam përgatitur unë. Dhe ky byrek nuk është se ka shumë përbërës, po mënyra e të përgatiturit është krejt ndryshe dhe na sjell një tjetër gjë. Do të thotë që për përgatitur brumin nuk do ta bëjmë thjesht me ujë dhe me, si thua, me kripën edhe ndoshta edhe pak vaj brenda, por do të hedhim 4 kokra vezë, do të hedhim një lugë të çajit baking powder, jo sot buke, është më mirë baking powder sepse e zbut dhe nuk e forcon në momentin që e nxjerrim pastaj nga fura. Edhe as dhe na e hidhëson. Është një element tjetër që është shumë i mirë, domethënë është fryrës, por shumë i butë. Gjithashtu edhe krip dhe ujë. Nëse do të përdorim 500 gram miell, do të kemi 200 ml ujë të ngrohtë, domethënë të vakët, jo të ngrohtë, se jo të përvuluar. Pra kjo është pjesa e brumit dhe për mbushjen brenda do të përdorim djath. Që mund të përdorim një djath që është për enkas për byrek, domethënë që janë ato djathrat që janë më të lirë, më të butë, që i përdorim zakonisht ne për përgatitur byreqe. Gjithashtu do të kemi 100 gram gjallë edhe vaj. Tani edhe vaj aty tek 150 gram, domethënë aq sa duam për të bërë ato spërkatjet e petëve. Në fillim fare unë të dashur Anvisa do filloj për të hedhur këto pjesët e mishit brenda në tenxhere. Që t'i vëmë që t'na bëhet. Pra, ne do filloj me vendosjen e mishit në tenxhere që të zihet dhe pastaj do përgatisim brumin e byrekut, kështu e ke menduar, Kati? Po, lutem Anila Mandis tek nëndat, kalon nga anati dhe faleminderit. Të lutem. Dhe do të hedhim. Të dyja recetat sot do shkonin shumë mirë me njëra tjetrën. Një supë e ngrohtë siç dita e sotshme e ka të nevojshme. Duke parë dhe këto kockatën që shikoni që kanë këtë palcën brenda, këto janë që e bëjnë atë supën shumë të mirë edhe të shëndetshme dhe sigurisht që shoqërohet me pak mish. Me thënë që të kemi edhe ca copza mishi brenda, mos jetë thjesht kështu. Ja, këto brinjët na bëjnë lëng shumë të mirë. Dhe atë që kam thënë dhe herë tjetër, te supa ne nuk fillojmë me kavërdisje, me gjëra këto, thjesht fillojmë me ujë të ftohtë. Dhe e lëm që të zihej, po. Shumë mirë. Do ta lëm tani që të na zihej, do t'i pastrojmë atë shkumën që do të nxjerrë në momentin e parë, dhe pastaj do fillojmë do të hedhim produktet e tjera dhe do ta lëm që të zihej në zjarr të avashët, derisa ajo të na bëhet gati. Pra do një kohë të gjatë, sa më shumë që ta lëm që të zihej në temperaturë të ulët, aq më e mirë dhe më e shishme bëhet supa. I vendos këto dhe fillojmë menjëherë për përgatitur brumin. Do fillojmë të përgatisim brumin. Brum të cilin sot Kati na tha do ta bëjmë krejtësisht ndryshe, sigurisht që sa herë që përgatisim byreqe, buk, apo petulla, pite, gjithçka tjetër që na shijojnë kaq shumë si ne dhe ju në shtëpi, ne dim çfarë zgjedhim dhe ajo që na jep atë rezultatin më të mirë të mundshëm në kuzhinë është mielli. Mielli Ola, për çdo përdorim do të përdorim sot, besoj. Po, patjetër. Okej. Sigurisht që në varësi të gatimeve që ju do të bëni keni edhe variantet e tjera të miellit Ola, siç po i shihim në ekran, janë vetëm disa, aty po ka edhe të tjerë që nga mielli për pica, mielli për përgatitjen e kekrave të ndryshëm, mielli i thekrës, mielli i misrit i bardhë, i verdh. Pra ju i dini dhe i njihni jam e sigurt që është i preferuari juaj nga kompania Atlas. Këtë brum sot tham do ta bëjmë me vezë dhe kjo do ta bëj të veçantë. Do të përdorim 4 kokra vezë dhe Kati po i bën gati. Sigurisht vezën O Vital, vezët e jetës do të na e bëjnë këtë brumin aq të shishëm sa që ky byreku sot do të mbarojë më njëherë sapo dal nga furra. Patjetër, dhe mënyra se si do të bëhet, prandaj të dashur Anvisa nuk tregojmë tani se si do ta bëjmë. Qëndroni me ne për ta parë, domethënë dhe do më, si thua, do më falenderoni. Do më kujtoni thot Kati gjithmonë, do më kujtoni pastaj. Tani këtu tek vezët do të hedhim një lugë të çajit tam neve dhe që të jetë një lugë e çajit. Është gjysma, domethënë, e lugës së supës. Po.
Ja, kaq, një lugë çaj. Është baking powder. Pluhur pjekës, pra. Jo sot buke në këtë rast. E them kështu sepse dhe kështu e gjejnë anvisat etiketën, prandaj u a them që ta kenë më të duke qenë se shpesh ka dhe etiketime në shqip, kështu që në të njëjtën masë edhe kripën. Gjysëm lugë të supës ose një lugë çaji. Të vendosim këtu këto se s'do të na duhen. Tani, me ujë të ngrohtë përzihem vezët fillimisht. Ndërkohë që do të ndezim dhe anën tjetër të lutem Manila. Për të vendosur dhe gjalpin, që ta kemi dhe gjalpin se duhet të jetë i shkrirë. Tani përzihem vezët, vezët i kemi shumë të mira si që shikoni dhe juve nga shtëpia. A mund ta përdor këtë lugën për të hedhur gjalpin? Me këtë, me që... Pluhurin pjekës ka patur. Okej, faleminderit, po... Hedhim edhe ujin. Edhe tani neve përzihe mirë, këtë duhet shumë përziher mirë kjo. Pra krip, vez, baking powder. Edhe ujë. Dhe ujën duam që ta kemi të ngrohtë. Jo të përvëluar. Sigurisht ai uji që zëm edhe brumin e bukës. Tani edhe një bukë mund të përgatisni juve në shtëpi sot për ta shigjuar këtë supën. Edhe byrekun e bëni, domethënë ta shoqëroni me supën sigurisht, por mund ta konsumoni edhe në darkë. Një pjesë byrek edhe një gotë kos, ose gotë dhall dhe jeni në rregull. Tani kjo do përzihen mirë, dhe ja, u përzihen shumë mirë për të lidhur domethënë të gjithë përbërësit të shkrishin. Domethënë, tu kam edhe një seshte, sepse një seshtën do ta dua pastaj për të hapur petët. Fillojmë me mielin. Tani, për 4 kokra vezë dhe për këtë sasi që kemi përdorur... Edhe 200 ml ujë do të na duhet 500 gram miell. 500, okej. Pra gjysma... Gjysma e sasisë. E paketimit që ne fillimisht do ta përzim me këtë, pastaj do ta përzim me lugë, si s'ka nevojë. Okej. Është një brumë që duhet lënë, duhet të vi... Ta heq me një herë këtë, mos të... Të ndihmoj unë? Këtë do të maj këtë? Ta heq fare apo do e përdorësh prapë? Okej. Edhe të marr unë këtë. Se ajo pastaj përzihet në tel edhe nuk na... Po, vështirësohet lëvizja. Edhe shikojmë. Kjo ka një të mirë që na tregon, domethënë, edhe mielin se sa e duam. Tani është tu, do ta shohim. Ta përzihem një herë dhe pastaj do ta shikojmë nëse kemi nevojë për të shtuar më shumë apo jo. Po. Siç themi gjithmonë, varet edhe ja. Bëjmë një brumë për pjesën e tamam siç bëjmë byrekun. Gjalpi është duke, thjesht do shkria, nuk do e lëmë të digjet. Do shkri, fike tani dhe shkrim temperaturën e sobës. Okej. Edhe brumi është gati. Ndërkohë që për të bërë këtë byrekun do të na duhet edhe vaj për të spërkatur petët dhe një seshtja për të na ndihmuar për t'i hapur ato, Kati sapo i përmendi, dhe sigurisht që do përdorim vaj ngold e do të përdorim gjithashtu edhe një seshten nga kompania Teuta që do të na ndihmojë për të nxjerrë këtë byrekun siç ne duam, ai byreku i bër vet në shtëpi. Familja jone madhe Teuta na mundëson një gamë të gjerë të produkteve që ne i kemi në tryezën tonë dhe çdo ditë ju a shërbejmë, ju a servirim dhe ju tregojmë se si mund t'i gatuani. E ndërkohë me qenë se që jemi tek miqt tan, ajo që un kam me qef janë vaktet e shpejta. Kam përshtypjen një pjesë e mirë e zonjave që po na ndjekin apo e mamave e din shumë mirë që këto vaktet e shpejta janë një zgjidhje në mënyrë të veçantë kur kemi fëmijë të vegjël që kërkojnë kështu nga hiçi ninjë për të ngrënë. Po, hahet buk. Hahet buk. Sa xhiçet vudi janë ato që na shpëtojnë për t'i ruajtur në frigorifer, super të freskëta, super të shijshme, për një sanduiç, për një paninë të ngrohtë me një herë shijojnë shumë edhe janë sa xhiçet tona të preferuara. Si jemi me brumin? Ja dhe pak kanila. A ti lexoj pak receta atu? Po mund t'i lexosh këtë momentin që ti po punon brumin, shumë mirë. Edhe kjo dhe është në rregull. Hajde shohim pak recetat bashkë në ekran, të dyja njëra pas tjetrës, do të përgatisim një supë të ngrohtë dhe një byrek me vezë me djathë. Dhe receta e byrekut me vezë dhe djathë është ajo që kemi së bashku në ekran tani dhe janë të ndara si mbushja ashtu edhe petat. Për të bërë petat vet në shtëpi, pra ne do t'i bëjmë vet, nuk të përdorim petat të gatshme, na duhen 500 gram miell, 4 kokra vezë, 200 ml ujë të vakët,
një lugë pluhur pjekës dhe një lugë krip. Në këtë rast, lugën e kemi lugë çaji, që ta kemi të shpjeguar si që duhet. Për mbushjen do të përdorim 700 gram djath ose gjiz, ose pak djath pak gjiz, varet si ju keni dëshirë ta bëni mbushjen dhe varet dhe çfarë keni në shtëpi pastaj. Për yndyrën e petave do të na duhen 100 gram gjalp që ne sapo e kemi shkrirë dhe një filxhan me vaj. Të dyja së bashku do të përzihen dhe ne do të spërkasim petët një nga një që të na dalin të buta, të shkrifta dhe plot shije. Do të bëjmë një supë sot, shumë prej jush jam duke bërë supë në këto momente, jam e sigurt, një supë të thjesht me çfarë mund të keni në shtëpi, nëse keni mish viçi, edhe disa perime, pse jo edhe qiqra, bëni këtë supën që Kati ka menduar. Na duhet 1 kilogram mish me kocka në këtë rast, që të lëshoj edhe atë yndyrën edhe shijen që kockat përmbajnë. Na duhet një kokër qep, një filxhan me qiqra, 4 patate mesatare, speca jeshil e të kuq, pra për t'i dhënë edhe ngjyrë dhe shije dhe vitamina të ndryshme, na duhet një karrot, një deg selino, krip, piper dhe majdanoz. Në rastin e supës, për ju që s'na keni parë që në fillim, thjesht kemi vendosur mishin për të zier, do duhet ta presim dhe me supën do të merremi në pjesën e dytë. Tani rikthehemi përsëri byrekut sepse jemi duke bërë brumin. Edhe ti heqim edhe këto se s'na duhen. Do ta tregojmë edhe vazhdimin e tij, pra ne do të përfundojmë së përgatitur i byrekun deri sa të vi momenti për të shkëputur, do ta kemi gati për ta vendosur në furrë. Kati, kështu i ke për planet? Po, patjetër. Do mbaj këtu tani sepse do ta ndaj në kuleç të vegjël. Edhe do hedhim edhe pak miell që të na ndihmojmë. Të riqe pak lutem po. Këtë heq këtë. Okej. Vazhdojmë me përgatitjen e brumit, edhe do bëjmë ato hapjen e petëve në grup? Po, në top tha. Në top tha. Mënyra më e thjeshtë, më praktike, dhe kur piqet të jep ato idenë se kur petët janë hampur një nga një radhazi. Ky lloj brumi nuk ka nevojë të qëndroj shumë, sepse kemi atë sodën brenda, kështu që baking powder, që tham. Që e ndihmon të fryhet. E ndihmon të fryhet, por na duhet pak miell akoma dhe ç'është e vërteta, vezët i kishim pak më të mëdhaja, po megjithatë duhet brumi i butë dhe të ndihmohet në momentin që fillojmë edhe e punojmë. Po. Jo ta kemi shumë të fortë brumin. Duke e punuar e duke shtuar nga pakës. Ilëm këtu dhe pastaj do t'i mbledh, domethënë ashtu që të... Okej. 5-5, 4-5, do t'i ndajmë apo duke parë duke bërë? Do t'i bëjmë ndryshe sot, do t'i shikojmë se si do t'i bëjmë. Dua lënë çiksi kështu. Po na lë surprizë. Ato merrem pak me qiqrat, unë ke zier që më parë besoj. Qiqrat do të na visave që neve i lëm në ujë, që në darkë dhe i lëm në ujë. Nuk ka nevojë të me thënë që të zihen, sepse do zihen brenda. Okej, thjesht i kemi lënë në ujë, pra nuk ka nevojë të bëhet një zierje paraprake e tyre. Ky është paketimi i qiqrave, i njihni, i përdorni, nuk është një produkt i ri që po ja u sjellim sot, thjesht po ja u sjellim në formën e një supe me selino, me karota, me speca shumë ngjyrshe, me qep, me patate dhe me mish viçi. Do të jetë një supë e plot dhe shumë e shijshme, kështu që mund të konsiderohet një pjatë e plot dreke, sepse i ka të gjitha brenda. Se ka brenda, nuk ka nevojë domethënë që të shtojë asnjë gjë. Thjesht duhet kur themi supë sikur do e mos duhet ketë edhe diçka tjetër. Ai ka të gjitha, ka perimet, ka mishin, ka qiqrat që kanë shumë gjëra brenda që nuk ka nevojë për asnjë gjë tjetër. Tani neve këto do t'i lëm të pastrojmë një çik vendi mos sa kemi kaq shumë me këto. Okej, ndërkohë po shikoja orën. Kemi dhe pak kohë, por që nuk e di deri në çfarë do arrim të ecim me byrekun. Nëse jo, do ta duhet të pastrojmë, të mbulojmë tani këto, ose me letër telefoni ose me një pecet, është shumë e rëndësishme. Pra 8 topsa të vegjël na kanë dhënë. Për tepsin tonë neve kaq bërëm, po sigurisht tani do bëj një pastrim tryezës këtu. Byrek me vezë dhe djath. Receta vazhdon të jetë në ekran, e rikthyer her pas here, se e dim që shumë prej jush na i kërkoni ti mbajmë pak më gjatë, ti kthejmë edhe një herë, ndoshta shumë zonja vazhdojnë të mbajnë shënim me lapse letër recetat siç bëj dikur, kështu që e shohim edhe një herë së bashku, meqense brumin tashmë e përfunduam dhe është një byrek shumë
shumë i thjeshtë, nuk është se ka shumë përbërës që e vështirëson gatimin dhe punën tuaj. Pra realizimin e petave e kemi bërë me miell, me 4 kokra vezë, me 200 ml ujë të vakët, një lugë pluhur pjekës dhe një lugë krip. Pra, le të themi veçantia e petove të këtij byreku qëndron në faktin që nuk kemi bërë atë brumin vetëm miell ujë, por e kemi bërë me vezë që të ndryshoj shijen e byrekut dhe me pluhur pjekës jo buke. Pra Kati na tha që në realizimin e byrekut është më mirë të përdorim pluhurin pjekës dhe jo sodon e bukës për t'i mbajtur petët më të buta, të krijohet ajo fryrja dhe të mos krijoj hidhsinë që ndonjëherë soda nëse e kalon më shumë se ç'duhet sasinë e saj ndjehet pastaj kur e konsumojmë. Ku e lam te mbushja? 700 gram E lam tek mbushja. Po. Tani, do të bashkojmë gjalpin me vajin, ta kemi këtu, do të fillojmë të hapim petët, dhe duke i hapur do të vendosim këtu, do me thënë, do i hapim një nga një, do i tregojmë, nëse kemi kohë të fillojmë dhe me njëherë. Ja, regjia më njofton, me ti me besoj se kemi, dikute nuk kemi kohë, 1 minutë apo jo? Dikute 1 minutë ka. Do fillojmë që të... Atër i bje me shumë mundësi do ta... Ne do fillojmë. Hapim petët një e nga një, dhe do t'i bëjmë, do me thënë, si në tërmbullak, si kërmil. Do t'i vendosim kështu në... E kuptova, është ajo mënyra tjetër e petëve të hapura. Dhe mënyra do me thënë që pse bëhet ndryshe ky lloj byrek, do t'a vendosim në furrë për 20 minuta, do t'a nxjerrim nga furra në 180 gradë, 20 minuta do t'a nxjerrim nga furra dhe do t'i hedhim byrekut 200 ml ujë të valuar sipër. Dhe pastaj do t'a vendosim prapë për 25 minuta të tjera dhe do të keni një byrek kaq të shishëm, kaq të butë që s'keni ngrënë ndonjëherë. Të cilin me ç'po shoh, duhet ta shpjegojmë prapë kur të kthehemi. Ajo është më shumë, ne mund të fillojmë që të arrim kohën për të treguar dhe asaj, dhe të lëm petën e fundit që ta tregojmë mënyrën shumë mirë. Heqim dhe shkumën andej dhe të hedhim perimet. Okej, mirë, kemi ca punë për të bërë ne. Kështu që po ju lëm pak, po ju lëm edhe me fleshin informativ të orës 9:30 në News 24. Ju presim tu, të tjera puna presin në kuzhinë, ju mos e largoni. Se erdhët edhe njëherë në Villa 24, vazhdojmë të jemi në këndin tonë të gatimit aty ku unë ndam pak minuta më parë, ku kishim nisur 2 receta dhe thamë që byrekun do t'a vinim pak përpara, me qënë se do pak kohë, por do të lëm peton e fundit për t'a treguar dhe kështu si po bëhet e fundit. 2 petë, është mbuluar tjetra se pash. Pra, si do bëhen këto 2 të fundit, Kati ka bërë edhe këto që po shihni në ekran. Pra në formën e kërmillit. Duhet të themi anvisave që petët duhet jenë të buta brumi, duhet jenë sa më i butë, sepse ky është që pastaj edhe palosin mirë. Dhe bëhen dhe të shkrifta se nga vetë baking powder dhe vezët që kemi hetur, siç e shikoni ka dhe atë ngjyrën e verdhë. Po, ja. Kështu i hapim, i spërkatim se u bëra gjithë miell. Po s'ka gjë, petë po hapim, byrek po bëjmë. Nga shpejtësia që të harim kohën. Ska gjithë se gjalpi tjetër që do ngele do t'a hedhim. Është i llogaritur ai gjalpi për të hedhur. Tani djathin e kemi thërmuar, djath ose gjizë, djath dhe gjizë bashkë, si ta dëshirojnë anvisat, çfarë t'ju ndodhet edhe në shtëpi, por mënyra e përgatitjes së brumit është shumë e rëndësishme. Tani e palosim kështu në këtë mënyrë. Ja kështu. Prandaj themi që brumi duhet të jetë elastik, i butë. Ja. Edhe madje mirë është ta bëjmë edhe kështu një përdredhje edhe nga ana tjetër. Ja kështu. Tani edhe një këtu, edhe një nga ana tjetër. Te kam lyer me ashtu vanila ta sjell këtu. Patjetër, po. Që ta bësh me gjallë tani ato pjesët e tjera, bëj komplet. Me thënë sa të bëjmë edhe këtë të fundit, që ta vendosim në furrë. Këtu kam një seshte edhe miell. E shikoni, është shumë i butë. Po ta shikoni brumi, është jashtëzakonisht i butë. Edhe kështu e dua që të na bëhet i shkrifët.
Ndërkohë, atë pjesën e pjekjes, Kati mendoj se do ta shpjegojmë të njerëz, ishte ndryshe. Po, 180 gradë do ta lëm neve në fillim, besoj do ta harim kohën, domethënë ndoshta edhe 15 mund ta lëm neve nëse se kemi kohën. Shumë mirë. Edhe do ta nxjerrim, do hedhim ujin e përvoluar dhe do ta vëmë edhe 25 të tjera në furr. Dhe do ta kemi... Dhe sa ujë do doj? 200 ml ujë, neve këtu, po, për tavën tonë, neve duam 150, se është më e vogël tava jonë. Ajo duhet për një tavë më të madhe. Tani, si që shikoni, petën, mund të hapni edhe pak kështu ta ndihmoni me dorë, në këtë mënyrë. Ja. Janë shumë të buta, të shkrifta. Ose me ndoni të hapni edhe për më shumë, se s'ka nevoj, se të thash që mënyra se si është pregatitur me vezë edhe me këto, nuk ka nevoj. Ne kemi duke bërë dhe një supë këtu. Perimet ja kemi shtuar gjatë kohës shkëputjes që patëm, se nuk besoj se është në një proces pune që duhet ta shihni me dorë mos, pra vendosëm mishin me gjithë kocka për të zirë, pasi morën një valë të mirë, kemi shtuar brenda perimet në copëzat të mëdha. Kemi patate aty brenda selino, kemi speca shumë ngjyrësh, karota dhe qep, dhe supa vazhdon të vloj me temperaturë të ngadalt. Po e vë përsëri kapakun, edhe i kthehemi edhe një herë byrekut. Okej, e kemi mbushur pra, si që bëm me petën tjetër dhe me të gjitha ta afrojmë më mirë se... Ashtu. Ashtu, ja kështu. Tani, do një pak më e madhe, po më thuaj, s'ka problem. Nuk rrezikon të na i qullos? Jo, nuk e të prandaj hedhim të valuar, prandaj pjekim brenda. E thith me një herë ajo. Me një herë, është i përvoluar. Përvoluar ujë, përvoluar edhe kjo, e vendosim pastaj brenda dhe ajo shkriferon. Tani neve gjalpin do ta hedhim tani dhe do ta hedhim gjysmën tjetër në momentin që do ta nxjerrim nga fura. Okej. Do ta mbajmë këtë këtu. Okej. Pra gjalpi do të na duhet përsëri. Do të na duhet në momentin e dytë. Tani, të e kemi gati, thjesht një pastrim. Po, tavës edhe e vendosim në furrë për 15 minuta, më pas do të nxjerrim, besoj duhet vëmë edhe ujë më pas që të vloj, ta kemi gati. E vendosum tani këtë në furrë. E vendosim në furrë. Unë lexoj receta, të cilat i kemi parë që në fillim fare dhe është momenti të rikthejmë edhe një herë në ekran. 2 receta kemi sot, të cilat mund të shkojnë si pjata shumë mirë me njëra tjetrën. Një supë dhe një byrek. Pra, byrekun sapo e vendosëm në furrë, kemi për t'ju shpjeguar pak se do të bëhet edhe ajo pjesa e hedhjes së ujit, por për momentin do ta lëmë në furrë për 15 minuta. Byrekun e kemi bërë mielin për çdo përdorim. 4 kokra vezë Ovital, 200 ml ujë të vakët, një lugë me pluhur pjekës dhe një lugë me krip. Për mbushjen, 700 gram djath ose gjiz, sipas dëshirës, ose të dyja bashk. Për të spërkatur petët, është e nevojshme të përdorim gjalp të shkrirë 100 gram dhe ta përziejmë dhe me një filxhan vaj lule dielli, vaj ngold nga kompania të uta përdorim në këtu. Të gjitha këto bën së bashku një byrek dhe tani do të kalojmë tek supa. Ku? Për ta realizuar na duhen 1 kg mish me kocka, një kokër qepe thatë, një filxhan me qiqra, 4 patate mesatare, speca jeshile të kuq, një karot, një deg selino, krip piper dhe majdanoz. Zjerja e mishit, kemi shtuar brenda perimet, qiqrat i kemi lënë një natë më parë në ujë, pra qiqrat gjithmonë për çfarë do lloj recete që ne i përdorim, duhen lënë përpara në ujë, sepse janë të fortë, duhet bërë ajo zbutja e tyre, më pas mund t'i zieni, mund t'i përdorni për sallatra të ndryshme, për pure, në gjellëra, për t'i ruajtur edhe në ngrirje, ashtu të ziera e t'i keni gati në receta të tjera të shpejta, janë shumë të shëndetshme dhe janë një burim i shkëlqyer i energjisë ditore, edhe për fëmijët janë shumë të shëndetshëm gjithashtu, që duhet i konsumojnë në gjatë vakteve të ditës. Se shumë faleminderit Anila për informacionin, po sepse më dhe edhe një mundësi për të bërë edhe një pastrim tryezës. Kati e kam e merak që ne tryezën ta pastrojmë në çdo kohë dhe të jetë kur gatuan do bësh dhe pak rëmuj në kuzhinë, po edhe në palar do bëjmë, për më tepër kur gatuajmë me miell, pastaj dhe bëjmë byrek e hapim pet, s'ka se si mos kemi dhe ca
pak pluhur mielli kështu. Atëherë, tani këtu ne po do hedhim ujin të valoj, do me thënë ta kemi të ngrohtë ujin. Ta hedhim këtu të gjithën, do me thënë të gota që kemi pasur, do ta shikojmë në momentin të ashtu. Tani, me që neve kemi kohë, ne djetë të dashur Anvisa këtu përgatitim një tiramisu. Po. Edhe unë tiramisu nuk ua ndava dje këtu stafit tim, sepse u thash që do ta lëm për të nesërmen, sepse nuk konsumohet i ngrohtë. E sa po përgatitur. E përgatitur. Kështu që ta nxjerrim nga frigoriferi dhe ta shikojmë, do me thënë si na është bërë. Shumë mirë do bëjmë, se Kati dje dha urdhër. Duhet të rinë në frigorifer, nesër do ta ham tiramisu'n. Recetën e gjeni në YouTube, klikoni në News 24 ose Fila 24, e keni në fillim në fakt, sepse është kuzhina e ditës së djeshme, kështu që nuk e duhet shumë për të kërkuar. Shikojeni se si përgatitet dhe rezultati do t'jetë ky që ne ndërëm nga frigoriferi. Dhe tjetra të dashur Anvisa, atë që ju kam thënë gjithmonë, që kur vendosim gjërat në frigorifer, me sigurisht që duhet të mbulojmë me një letër telefon, ose nëse kemi gjërat do me thënë që janë me kapak, pa tjetër që duhet vendosur me kapak. Tani ne do ta hapim dhe do ta shikojmë do me thënë se si na është bërë kjo tiramisuja. Që pa diskutim duhet jetë bërë e shkëlqyer. Atë nuk e dim, do ta shikojmë tani se si është bërë. Po kush ka dyshima? Ja, është fantastike. Është një ëmbëlsirë freskët që shijon shumë me këtë kremin edhe me aromën e limonit, me shijen e limonit, sepse ka edhe lëng limoni brenda dhe cipën e limonit. Aromë dhe cip limoni, po. Dhe me që është, ti bëjmë edhe një kështu kësaj pjatës tonë. Ndërkohë supa nuk na do shumë puna, jo? Jo, nuk do shumë, si do që t'jetë puna, neve do të tregoj mënyrën se si do ta... Okej. Tani, ja ta shojmë. Na i ko pjesa e limonit, po s'ka i gjë. Edhe një këtu. Tani që me siguri gjithmonë kur kemi copa e parmezi del, po ne do hekim copën e parë dhe pastaj do servim të dytën, besoj. Ja ku kemi dhe recetën. Rikthejmë recetën në ekran, është e ditës së djeshme e përgatitur, pra nuk e kemi gatuar sot, e kemi bërë dje, por ju shikojeni edhe një herë, nëse sot ju kemi shtuar oreksin me këtë tiramisun që nxorëm nga frigoriferi, e kemi bërë me këto përbërës. Pra një pako biskota savoiardi, 500 gram mascarpone, 5 kokravez, 8 lug sheqer, cipa e 2 limonëve, lëngu i gjysmë limoni, një filxhan qumësht ose liker limoni. Do me thënë është ndër ato ëmbëlsira që do pak përkëdhelje në gatim, pra le të themi do të qëndrojmë pak sipër për të rrahur veç të bardhat, veç të verdhat, më pas përzierjen e tjerë, megjithatë në fund ja vlen për kushtimin, sepse është një ëmbëlsirë që është aq e shijshme sa s'ka ku të shkojë. Okej, Kati mos e luaj, mos e çunat s'po të kapin dot. Ja, sta ta gjejmë dhe njerë ku e çoj Kati pjatën. Në duhet pakun këtej. Ja, këto. Të lumë shënduar, Katerina. Faleminderit. Kjo ishte ndërkohë që edhe byreku jonë është bërë gati. E mori atë pjekjen sa për të shtuar ujin. Pra, e lam në furrë për pak minuta sa të marri atë pjekjen sipërfaqësore dhe temperaturën e nxehtë që i duhet përpara se të shtojmë përsëri ujë të vluar. Uji ka valuar aty, pra kemi shtuar një gotë ujë, një gotë klasike të ujë që përkon me 250 ml, nëse e mbushim plot, nëse e mbushim pak më pak, diku te 200 ml. Kaq duhet për më pak se sa. Po, sepse kemi më të vogël neve, tavën tonë, kështu që kaq duhet. Edhe të hedhim edhe pjesën tjetër të gjalpit. Po. Kemi dhe gjalpin për të shtuar. Dhe do ta kalojmë përsëri në furrë tani për sa minuta? 25 minuta tani. 25, okej. Shumë mirë. Ja, një mënyrë krejtësisht ndryshe e përgatitjes së byrekut. Tani në furrë, ajo do të rritë atë volumin, do të bëhet shumë i butë, shumë i shishëm dhe shumë i shkrifët. Okej, edhe njërë në furrë, me kujdes duart.
E lëm tani të vazhdoj me pjekjen. Është e vërteta si makarona dore, që bën me ves, po thuaj se e njëjta ide, do me thënë edhe ajo që duhet, do me thënë. Po, se brumi është bërë me mjell, me vezme, po, do me thënë shia do tjetë e ngjashme. Do merremi me supën tani? Do merremi me supën. Si e me kohën 10 minuta, shumë mirë. Ta servirur atë supën dhe me... Pse s'do, ashtu ta lëbet sopa në atë? Shiko, me thënë të drejtën, kjo lloj supe serviret kështu si që është. Thjesht duhet pak temperaturë kjo tani, që t'i ngrim pak temperaturën, se që është e vërteta nuk është se... Okej. Prita shikojmë një kështu. Kjo serviret kështu, do me thënë në copza të mdhaja. Nuk e as e frullotojmë, as e bëjmë. Nëse duam që ta frullotojmë, sigurisht që mund ta heqim dhe ta frullotojmë. Dhe sigurisht tjetra ajo që duhet bërë, heqim copzat e mishit, i pastrojmë dhe i hedhim në supë. Kështu që një tjetër, të bëjmë gjysmë, të me thënë ta kemi frullotuar dhe gjysmë ta kemi ta servirim kështu. Si të duash ti, ko kemi 10 minuta ko, nëse kemi ko, do me thënë ta bëjmë ta sjellim në dy variante. Do me thënë që të nxjerrim një pjesë. Se të jemi sinqert, nuk mendoj se shumë prej zonjave do preferonin ta linin kështu. Në rregull. Copa të mëdha. Në rregull, ne atëherë. Aty e kemi patatën kokër ne. Kokër do ta vëmë në ka njerëz që e duan, do me thënë kështu, do me thënë pa frullutuar. Megjithatë, neve do i plotësojmë të dëshirat, do nxjerrim një pjesë, do me thënë të tyre. Ndërkohë që do nxjerrim dhe copzat e mishit, që kanë tule, këto për t'i pastruar. Nxjerrim dhe një patate tjetër. Nxjerrim edhe një pjesë të këtyre specave dhe qiqrave, të cilat këto do t'i kalojmë dhe do hedhim lëngë, do i ndihmojmë me lëngë. Okej. Dhe tjetrën do t'a lëmë tani që të na zihet, vazhdoj që të zi, dhe thamë që në fund fare do t'a presim me limon. Me limon, okej. Vazhdojët procesi i zjerjes, ndërkohë që duhet të shtojmë edhe pak piper, por jo i ndyrë. Do të ngelet me ndyrën e vetë. Fare, as vaj ulliri, as gjë. Edhe pak krip, sepse kam hedhur shumë pak në momentin e parë. Dhe ta lëm tani të vazhdoj procesi i zjerjes. Kjo supë konsumohet kështu me shumë lëngje. Me më shumë lëngje dhe më pak produkte, do me thonë nga këto patate. Pra duhet të ndihet aroma, shija e lëngut të mishit dhe kockave të mishit. Ndaj përgjithsisht për supra zgjidhet mishi me kocka. Pse jo edhe vetëm kocka? Shumë zonja besoj përdorin kockat për përgatitjen e suprave, duket si këto suprat apo recetat e dimrit tipike kjo e sotmja dhe Kati jo më kohë dhe ka zgjedhur, jo përshtatur pak kohës dhe më tha që në mëngjes në këtë ditë më shija Nila do bëjmë një supë me kocka e me mish viçi edhe me perime për të shijuar një pjatë të ngrohtë në drek, e cila mund të vinë në dy variante, i gjithmonë jeni ju që vendosni në fundë, se është një çështje personale kjo mënyra se si jemi mësuar të gatuajmë dhe shpesher i përshtatemi edhe shijeve të familjarëve, se dikush mund të ketë fëmijë të vegjël për shembull edhe ndoshta nuk e kanë me shumë qejf ta kenë atë specin e cop apo të shohin edhe degën e selinos, kështu që kur ja grim aty të gjitha bashkë, perimet zhduken nga syri dhe marrim vetëm shijen edhe vlerat e tyre ushqyese si edhe vitaminat e mëdha që përmbajnë. Atëherë, shtem dhe pakës ujë për të ndihmuar ngrirjen. Por jo vetëm, duhet të jetë e lëngshme. Po, duhet të jetë e lëngshme, po, patjetër që po. Okej. Kujdes është nxehtë. E mbushëm pak si shumë, po s'ka problem. Doli vetë pjesa që ishte tepër. Si që... Ja kështu, për ju që e dëshironi të ngrirë,
Si unë. Të mënyrë, po, që e duan krem. Kati e kthehu në një supë më kremoze. Bukuri. Edhe, duhet ju them anvisave që jo më tepër se sa kaq. Po, me thënë, tjetë një... Jo pure. Tani, këtë lloj supe nuk do ta servirim, këtu ta servirim në pjatën tjetër. Po, aty e servirim variantin të pagrirë, shumë mirë. E dytë dhe aty do të kemi variantin tjetër të... Dhe kështu jeni ju që zgjidhni cilën nga të dyja mënyra do doni të përdorni të supës të grirë në formë kremoze apo më të lëngshme ku dallohet edhe lëngu i mishit dhe shija e perimeve veçmas pa i shkartisur me njëra tjetrën pra në blender. Me byrekun ç'po ndodh? Ky byreku më pëlqen, mendoj se duhet ta provoni një mënyrë ndryshe e përgatitjes që dhe në shije do të ketë Dhe kjo është shumë e mirë si supa. Po. Edhe kishe të drejta, Anila, sepse ka njerëz që e duan në këtë mënyrë. Po se sikur jemi mësuar një çik me këtë. Pak... Çfarë do? Mësuaj se të ndihmoj unë, se s'po e kuptoja çfarë doja. Ja. Ta bëjmë këtu me që s'kemi pjatë vogël tani. Okej, s'ka gjë. Sa për ta shërbyer mbi një picet, mendoj se është okej. Është në rregull. Tani ajo që duhet atje për pjesën e copëzave të mishit, sigurisht që i pastrojmë edhe i hedhim brenda. I shtojmë edhe copëza mishi, po, duke pastruar mishin nga Në çdo person sigurisht që është mirë që të shtojmë edhe copëza mishi. Gjithashtu nëse e duam ndryshe, në variantin tjetër, në variantin e katit, që shumë do me thënë e përdorin edhe kështu. Që hedhin një patate. Po. Copëza patate në këtë mënyrë. Akoma edhe mishin, nëse është do me thënë pjesë tulli. Karota. Ka njerëz që e preferojnë edhe kështu. Shumë mirë. Do me thënë, thjesht për punën e mishit, nëse do t'ishte ajo mënyra e parë që hiqet nga kocka edhe por kur e lëm dhe qëndron, do me thënë që zihet përfundimisht, mishin ndahet vetë nga kocka. Edhe atëre ka atë shijen e dur dhe është ajo, do me thënë, supa perfekte që duhet bërë. Okej, atëre ti afrojmë të dyja variantet. Gatimi është i njëjtë, i grir apo i pagrir, mënyra e përgatitjes është e njëjta, shija është e njëjtë gjithashtu. Thjesht për preferencën dhe dëshirën tuaj, apo si jeni mësuar ta përdorni e ta konsumoni, mund ta bëni edhe në copëza, edhe në formë kremoze. Në krah kemi edhe tiramisun që kemi përgatitur ditën e djeshme, ndërkohë që para se ne të rikthejmë dhe një herë recetat në ekran me qenë se jemi në mbyllje, hedhim një sy nga furra, edhe pakës besoj do duhet të nxjerrim edhe byrekun për të parë se si ku e kemi. Dalloni që ata hapin atë furrën, a lejohet kati? Nuk e prishim. Ta nxjerrim se nuk i bie as jo, do me thënë volumi, nuk ka problem, ta nxjerrim thjesht ta kemi këtu në tryez, edhe pastaj vetë. Okej, nxjerrim edhe byrekun dhe presim të ftohet dhe i ham pastaj. Duhet rridhe pak. Patjetër që duhet të rridhe pak, neve kemi dhënë temperaturë të lartë, jemi të sinqertë. Shpeshtojmë pak, po e drejtë. Ashtu, por që ambisat duhet ta lënë në një temperaturë 180 gradë, jo më tepër se 180 gradë, për të bërë në mënyrë graduale, avash avash, sa ajo që të arrijë, me thënë atë fazën e pjekjes, dhe të ngelet ashtu i but edhe shkrifët. Uji është ai që ndihmon që të bëhet i but, gjalpi dhe ato japin shumë shije, sigurisht edhe vezët, baking powder që kemi hedhur më përpara, na e bën një byrek të veçantë dhe shumë të shishëm dhe shumë të butë. Unë mendoj që juve të provoni në shtëpinë tuaj, mënyrën se si neve u treguam dhe hapa, do me thënë se si ne bëm këtu në studio, veç se për punë e pjekjes duhet të keni kujdes. Dhe diçka tjetër, për pjesën e brumit, do të shikoni të puna e vezëve, mund të marri diçka më tepër, diçka më pak, sepse ishin, kur janë vezë më të mëdhaja, sigurisht që duhet të shtojmë pak më tepër miell. Por jo që brumi duhet të jetë i fortë, duhet të jetë një brum i butë në të fort. Me thënë një brum i butë, ju e patë, që hape shumë si elastik, shumë kollaj. E kështu,
Edhe kështu. Po pra, po pres. Edhe kështu e mbyllim edhe për sot. Shpresoj që të kenë qenë edhe këto gatime të vlefshme për tryezat e zonjave në shtëpi. Ju urojmë si gjithmonë një ditë bukur në vazhdim. Nga unë Katerina mirupafshim dhe mirë të kohëshim këtu nesër në të njëjtën orë me Anilën time bukuroshe. Të lumshin duart edhe për sot, Kati. Faleminderit për aromën që na ke sjellë në kuzhinë edhe sot, sigurisht edhe shije. Nesër do jemi përsëri së bashku që në mëngjes për të nisur me receta të tjera. Me kuzhinën dhe Katerinën do të ndahemi këtu, bashkë do të ritakohemi pas pak me të ftuarit.